Me të thënë drejtën, frymëzime poetike ja ka vu që titull redaktori I tij, Vincenzo Marco, sepse ai e ka qujtë libër të përshtatshëm për këtë titull. Unë kam një falënderim të veçantë për profesor Vincenzin, sepse ai më ka ndihmuar, më ndihmon vazhdimisht me redaktimet e tij të përpikta. Libri përmban poezi kushtu, rrethonave të ndryshme jetësore që kemi sot, sepse unë mendoj që vlera e një libri qëndron te pasqyrimi I kohës në të cilën shkruhet, ose pasqyrimi I kohës që përshkruan ai libër. Unë mendoj se koha e tashme ka nevojë për libra që do t'i mbeten së ardhmes. Poezitë e këtij libri mendoj se janë poezi. Kjo është e rëndësishme. Kur poezia e justifikon emrin, ajo e ka vlerën e vet, pavarësisht temës që I kushtohet.